KKV mbi 12.000 persona lëvizën në kufi gjatë 24 orëve. Në pikën kufitare të KKV-s vjon fluksi lëvizjeve në të dy anë të kufirit, indikuar dhe ngaritja e qarkullimit gjatë sezonit veror. Sipas të dhënave të policisë kufitare, gjatë 24 orëve të fundit përmes kësaj pike kanë lëvizur gjithsej 12.574 shtetas në hyrje dhe dalje, ndërsa është regjistruar dhe qarkullimi i 3.513 mjeteve. Nga totali i shtetasve, 8.453 kanë hyrë në Shqipëri, ndërsa 4.221 kanë dalë nga vendi. Sa i përket automjeteve, 2.234 kanë hyrë në territorin shqiptar, ndërsa 1.279 kanë dalë në drejtim të Greqisë. Për përballimin e fluksit të shtuar, policia kufitare në KKV ka shtuar numrin e sporteleve në funksion, me qëllim për shpejtimin e procedurave dhe shmangjen e krijimit të radhëve të gjata në pikën kufitare. Ndërkohë, në bashkëpunim me strukturat e tjera të policisë së shtetit, vjen puna për garantimin e sigurisë dhe mbarvajtjen e lëvizjes në mjediset e doganës. Fluksi pritet të vijojë edhe në ditët në vijim, ndërsa autoritetet do bëjnë apel udhëtarëve të tregojnë kujdes dhe të respektojnë udhëzimet e punonjësve të policisë kufitare gjatë kalimit të pikës së kontrollit.